nafta, në qoftë se tjetë aton 60% të çmimit, litrin ti faktikisht bë një plaçkitje masive të shqiptarëve. Pra, dy janë faktorët kryesor të këtij çmimi ndëshkues të litrit të naftës në Shqipëri. Ngarkesa fiskale më e lartë në botë. Nuk ka asnjë vend tjetër që të ketë ngarkesë fiskale më të lartë se Shqipëria. Jo. Dhe e dyta, nuk ka një vend tjetër që të ketë një kontrabandë më të madhe se Shqipëria. Por kontrabanda, thash dhe njëherë, është e tëra kontrabandë qeveritare. Se gjemit, kontrabandë i sjell vetëm qeveria. €1.1 dora e shtetit merr për litër nafte çdo qytetari. 0,7 ju merr në Maqedoni, ju merr në Kosovë, dhe çmimet aty janë 40%, minimumi 40% më të lira. Më e lirë. Zgjidhja është po kaq katastrofë. Ky njeri që përdori për kaq vite Agjencinë e Shoqërisë Informacionit si kopsht e tij privat dhe pasi i shpërtheu skandali, tani do të krijojë kopsht puset private të kopshtit të tij me naftë. Tani do të fus duart e zeza të tij në importin e naftës. Do të gjejë një rgysagas tjetër ta ngarkoj dhe të krijoj ndërmarrjen shtetërore. Miq, qytetarët duhet ta dinë se ne u krijua ndërmarrja shtetërore Air Albania. U stampos dhe flamun i bukur shqiptar. U gjetën dhe emra Ismail Samir Naim. Vetëm se si të fshihej vjedhja e mës paku 100 milion euro me Air Albania. Ajo falimentoi me një borxh 100 milion euro. Dhe tani thot do të futëm në treg, do gjej një Ardivelia por Gysagas apo do një si punë e këtyre që i ka të besuarit e vjedhjeve. E si do një koshti me ngarkesën 60% në treg? Na thuj, se këto e në gjëra shumë të thjeshta. Ku mbetet, çfarë mbetet këtu? Pra, do futet në treg
për të majtë të një çmim, po për të vjedhë sa më shumë, për të marrë një llok të madhe për vetën e tij dhe njerëzit që do emërojnë. Shteti shqiptar ka ligje, ka ligjin antitrust, ka ligj dhe mbrojtjes konsumatorit. Në qoftë se në çmimin aktual të naftës, përveç ngarkesë fiskale prej 60% të çmimit, ka dhe faktor të tjerë spekulativ që mbajnë atë në atë nivel, atër ti ke institucionet. Ti aktivizoj institucionet, të identifikojnë dhe ligjet ekzistuese janë shumë të forta. Gjobat janë ndërshkime madhore në qoftë se gjenden në kushte të marrëveshjeve të fshehta. Po, është e domosdoshme të shqyrtohet qëndrimi i autoritetit konkurrencës ndaj oligopolit. Dhe autoriteti konkurrencës është autoriteti më i korruptur ose ndër më të korrupturit në Shqipëri dhe në Europë. Atëherë, qeveria krahas ndërhyrjes, krahas përgjysmimit ose afër përgjysmimit të ngarkesës fiskale mbi litrin e naftës, duhet të ndërmarrë një analizë të hollësishme të tregut dhe të gjithë faktorëve të cilët mund të ndërhyjnë. Por ky çfarë po bën? Ky po futet në treg për ta salduar edhe më shumë këtë situatë, për ta bërë më të pashpresë. Pasojat janë shumë të rënda. Për herë të parë, ekonomia shqiptare është minorancë në kontributin e rritjes ekonomike. Nuk i detyrohet të gjitha naftës, jo, po nafta ka rolin e saj të pazëvendësueshëm. Bujqësia shqiptare është në recesion. Industria në Shqipëri është në recesion. Kurse Edi Rama mendon se këto do t'i kapërcej me mashtrime. Ka 2 javë që merret me naftën dhe mashtron, flet për qartë, u thot qytetarëve të kundërt të asaj që janë, në një kohë kur ne për makinën paguajmë pothuaj një lloj sa Kosova, veças. Dhe ky del mashtron pa u skuqur që ne ato i marrim tek nafta, s'është e vërtetë që i marrim tek nafta. Situatë e vështirë. Konfliktin e lindjen e mesme solli një lloj si Covidi
krizën. Sa do vazhdoj, askush s'mund ta përcaktoj. Por lindja e mesme është rajoni me ndikim madhor në energjinë e botës. Kjo është e sigurt. Çka do të thotë se rritja e çmimeve, e çmimit të energjisë do mbetet dhe për një kohë të pacaktuar. Ndaj dhe ndërhyrja është një emergjencë. Dhe nuk e zgjidh, imagjinoni, edhe aksisen e ka me të lidhur me inflacionin, e indekson me inflacionin. Pra, Partia Demokratike Qendron e vendosur në hapin e parë për gjysmimin e ngarkesës fiskale. Ne duhet zbresim tek ngarkesat fiskale të cilat garantojnë çmime të përafërta por më të ulta se sa në vendet tjera përreth që nuk ka 1 litër naftë dhe që nuk paguajnë transportin nga Durrësi në Prishtinë apo nga Durrësi në Tetov. Nafta pra qëndron si një ndëshkim me taksat e saj mbi pensionistët në tërësi, mbi të gjithë qytetarët, me rritjen e çmimeve të konsumit. Është një problem madhor, kështu që ne në parlament do të dorëzojmë amandamente dhe ligje, sikundër do kërkojmë një hetim për autoritetin e konkurrencës, i cili është i zhytur në naftë. Faleminderit. Faleminderit, doktor Berisha, për fjalën tuaj. Ju në fund të fjalës prekët impaktin dhe në fund të ditës, kjo është gjë më e rëndësishme për cilin jemi mbledhur